ilahe illallah. La ilahe illallah. Prej ka vjen ky ujë apo prej malit? Buron jo aty. Aty është burimi, sa nalt jena këtu? 700 metër, me nivel detit. La ilahe illallah. Elhamdulillah. Po shkoj me bara desën, ka shkoj me stigat. Bismillahirrahmanirrahim. Ndoshta ju do të pyesni se ku gjendem. Jam në një zonë që askush nuk e merr me mend se ku, edhe askujt nuk i shkon ndërmend se ku. Jam në bojaj të zonës së Pultit. Kemi kalu Postriben, kemi kalu Domnin, kemi kalu majën e Maranajt dhe kemi ardhur në bojaj, ku ndër shekuj në këtë vend ka një xhami, dhe ku kjo zonë është zonë muslimane. Subhanallah, hoxha i xhamisë së Parrucës, i nderuar i teologu Naim Driaj, që ka dhe prejardhjen e baballarëve të tij nga kjo zonë, po më tregonte për iniciativën e trashëgimtarëve, të haxhilerëve dhe njerëzve të mirë musliman të kësaj zone, për të ringrit xhamin e vjetër në Kam dhe për të bërë një model të ri të një xhamie sa do të vogël për të ruajtur gjurmët e trashëgimisë islame të tyre. Dhe ai ku jemi sot, dhe xhamia është në prag të përfundimit. Familjarët dhe bijtë e njerëzve të mirë të kësaj zone janë mbledhur së bashku dhe kanë lidhur durt me njëri tjetrin dhe kanë kontribuar për ta pas këtë xhami të re. La ilahe illallah. Në arkivin e Stambollit ka gjurmë për këtë zonë. Në arkivin e Stambollit ka gjurmë që flasin për historinë e lashtë të islamit dhe muslimanëve në këtë zonë. Si të thush, ne jemi në një vend, në një xhenet të Allahut në tokën e tij. Kemi ardhur nga Shkodra rreth 1 orë 40 minuta në një relief shumë të vështirë, gati e pamundur për të ardhur me makina të zakonshme, por falë shoferit ton të aftë, edhe besnik të kësaj zone dhe besnik të kësaj xhamie, edhe shoqëruese të mirë, kemi mërrit shnoshe mirë dhe e kemi shiju maksimalisht udhëtimin drejt këtij vendi, duke ndëgjuar prej ma të ditunve dhe ma të urdhve e ma të moshumve në mesin ton, ngjarje dhe histori dhe rrëfime nga të vjetrit e kësaj zone, të cilët në momentet caktuara të historisë së tyre kanë dëshmuar edhe keramete të ndryshme, mrekulli prej mrekullive të Allahut Azza wa Jall, fal për kushtimit të tyre, edhe lidhjes së zemrës së tyre me Allahun Azza wa Jall dhe pejgamberin alayhi salatu wasalam, i cili do njerit për tyre edhe i ka ardhur në ëndër duke i dhënë myshde të cilën e shohim edhe sot e kësaj dite. Pejgamberi alayhi salatu wasalam urdhon të thotë se do të mbërri patjetër kjo çështje, pra Islami, ku ka mbërrit nata dhe dita. Dhe ku jemi sot, në një zonë thuajse të humbur, në rrethin e madh të Shkodrës, në mes të maleve, në një gjelbrim edhe në një pyll gështenjash, por jo vetëm, dhe ja ku kemi një xhami të re. La ilaha illallah. Kush e kishte menduar se në 2025 do të kishim një xhami të re në një zonë kaq të thellë si zona e Bojajve? Kush do kishte menduar se Islami do të mrrinte deri në këtë pikë? Po ja që është drita e Allahut, është udhëzimi i tij. Dhe për këtë duhet me falendëruar Allahun Azza wa Jall ditë natë. Dhe duhet me u bë shërbyes të pakursyer për fenë Allahut Azza wa Jall. Ne jemi musliman dhe falenderojmë Allahun Azza wa Jall që e ka ndesë këtë dritë të udhëzimit në zemrat tona. Dhe falenderojmë Allahun Azza wa Jall që baballarët tanë, e gjyshrit tanë, e ata që ishin përpara nesh, e majten këtë fe të Allahut Azza wa Jall me besnikëri, me fisnikëri, me një fanatizëm legjitim për të na e përcjellë këtë të mirë brez mas brezi. As luftrat më të egra, as periudha e komunizmit, as ajo që pasoi, asgjë nuk e ndaloi përhapjen e kësaj thirrje islame dhe asgjë nuk do ta pengoj atë deri në ditën e fundit, sepse ky është premtim hynor. Ne, si besimtar, e si njerëz që i kemi dhënë besën Allahut Azza wa Jall me shku pas drejtës së tij, pas gjurmëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, e kemi për detyrë, e kemi për borxh dhe e kemi për krenari legjitime, personale, që të punojmë me sa të kemi mundësi. Mos kursehemi me asgjë për të mirën e fesë Allahut Azza wa Jall. Kudo që kemi një gjurmë, një familje të vetme qoftë, në fund të botës, të shkojmë, ta kërkojmë, të interesohemi, të jemi dorë për dorë, të jemi bashkë për të mirën
e kësaj feje, për të mirën e njëri tjetrit, për të mirën e komunitetit, për të mirën e qytetit, vendit kudo që të ndodhemi. Sepse muslimani, siç e kam thënë shpesh herë, dhe e përsëris unë dhe shokët e mi, imamet dhe hoxhallarët e nderuar dhe muftilirët gjithandej, kudo që ka musliman, kudo që ka njerëz që janë dorëzuar Allahut Azza wa Jall dhe kanë pranuar thirrjen e tij, aty ka mirësi, aty ka dritë, aty ka harmoni, aty ka paqe, aty ka komunikim, aty ka ndihmë, aty ka solidaritet. Dhe ne lutim Allahun Azza wa Jall që tashmë që po hapet edhe xhamia e re në Bojaj dhe i shtohet hartës së madhe të xhamive në qytetin e Shkodrës, ta gëzojmë. Edhe kurse që ka mundësi me vazhdu me kontribu për plotësimin e kësaj xhamie, a për hapjen e rrugës që e lidh me Postëriben e pastaj me Shkodrën, dhe për t'i falë Shkodrës edhe qytetarëve të saj, por jo vetëm një mrekulli që Zoti ka vendosur në këtë natyrë të jashtëzakonshme, le ta baj, sepse për herë nuk është vonë për të kontribuar për të mirën. Pejgamberi alayhi salatu wasalam urdhon të thotë se krejt krijesat e Allahut janë nevojtar për të, janë robët e tij, por më i miri i tyre dhe ma afër Allahut është ai që është ma i dobishëm për krijesat e tij. E le të bëhemi të dobishëm për njëri tjetrin, e le të shijojmë mirësitë e Allahut në tokën e tij, e le të bëjmë atë që është ma e mira për ta dëshmuar fenë e Allahut çdo ditë, çdo frymë, me çdo njeri, kudo që të jemi. Nga Bojajt në këtë mrekulli të natyrës që Allah Azza wa Jall ka vendosur për ne në tokë, ju uroj çdo të mirë dhe lutem për gjithë secilin për jush, Allahu ju dasht.